Përshëndetje të nderuar shikues të Infodesk, mirë se po takohemi edhe sonte. Fillimisht do të ndjekim tituj kryesor që kanë karakterizuar ditën e sotme. Sot është nisur dita me lajmin se Kosova ka shënuar një rënjen më të madhe për 15 vitet e fundit në indeksin botnor të lirisë së shtypit, të publikuar nga organizata ndërkombëtare. Raporterët pa kufi, këtë vit vendi është renditur në pozitën e 99 gjithsej nga 180 shtete, duke rënë 24 vende në krahasim me vitin e kaluar. Por për këto edhe më shumë detaje ju lë të ndjekim bllokun e lajmeve të përgatitur nga desku i lajmeve. Grupi qytetar asnjë cent më shumë ka dorëzuar të premten edhe zyrtarisht padin kundër zyrës së rregullatorit të energjisë në gjykatën themelore të Prishtinës. Padia lidhjet me vendimin e ZRE-s për rritjen e tarifave të energjisë elektrike prej 16.1%, të cilën vendim grupi e cilësoi si të padrejtë dhe në dëm të qytetarëve. Qytetarët e Kosovës do të paguajnë 16.1% më shumë për energji elektrike nga data 1 maj, pasi ZRE vendosi ngritjen me 16 prill, pavarësisht reagimeve dhe protestat të qytetarëve. Avokati Ardian Bajraktari tha se përmes kësaj padije kërkojmë anulimin e vendimit të zyrës së rregullatorit të energjisë për rritjen e tarifave të energjisë. Ai theksoi se ka shkelje të shumta ligjore dhe se është vendim i natyrës diskriminues. Ne sapo dorëzuam padinë në gjykatën themelore të Prishtinës, Departamentit për çështje administrative, përmes së cilës kërkojmë anulimin e vendimit të zyrës së rregullatorit për energji për sa i përket çështjes së shtrejtimit të energjisë elektrike për qytetarët e vendit prej 16.1%. Siç e kemi thënë edhe në prononcimin paraprake, vendimi është marrë në vinin tonë shkelje të shumta ligjore, është vendim i natyrës diskriminuese, është marrë në shkelje të ligjit si të ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, po ashtu edhe të ligjit për zyrën e rregullatorit të energjisë. Dhe në rrjedhë të kësaj ne jemi përpjekë me argumentu para gjykatës se një vendim i tillë duhet të anulohet dhe procesi të kthehet në pikën 0. Po ashtu, vjen teksohet që krahas padisë ne kemi bërë edhe propozimin për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit, sidomos për sigurimin e padisë, për faktin se jemi të bindur që plotësohen kriteret ligjore të përcaktuara në nenin 100 të ligjit për konflikt administrativ, për faktin se një vendim i tillë është natyrisht me pasoja zinxhirore dhe të pariparueshme për palët rrjedhimisht për qytetarët. Ndërsa Ali Sejfaj nga grupi qytetar asnjë cent më shumë tha se kanë besim në institucionet e drejtësisë dhe në provat dhe dëshmitë që kanë ofruar se gjykata do të vendosë të konfirmojë kërkesën e tyre. Sejfaj shtoi se presim që pasi konstituimit të kuvendit të shkarkojë bordin dhe të emrojë një bord të ri. Për këtë vendim ka pasur reagime të shumta nga qytetarët, bizneset dhe subjektet politike, madje pati edhe protesta. Por shtrejtimi i energjisë elektrike nuk do të zbatohet në 4 komunat veriore, pasi furnizimi dhe faturimi do të bëhet nga kompania serbe, e licencuar në vitin 2022 në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi. ZRE-ja ka sqaruar se nuk përcakton tarifat e kësaj kompanie, pasi kjo kompani operon në bazë të një marrëveshje të veçantë dhe se ka auditim në caktimin e çmimeve për konsumatorët që furnizon. Në 26 vjetorin e masakrës serbe në studimet të Vushtrrisë, u kërkua drejtësi për 116 shqiptarët e vranë me 2 maj 1999. Në Akademinë përkujtimore të organizuar nga Komuna e Vushtrrisë u kërkua edhe unitet politik. Kryeministri në detyrë, Albin Kurti, tha se strategjia genocidiale serbe përfshi edhe fshatrat e Vushtrrisë, ku mbetën të vranë 116 civil. Ai theksoi se vetëm me dënim për ata që kanë kryer këtë masakër, familjarët do të gjejnë prej dhe paqja do të jetë e qëndrueshme. Strategjia genocidale e Serbisë
me emrin Patkoj, me cilën Kosova pospastrohej nga shqiptarët, ishte një plan i errët që përfshinte edhe Patkoj të vegjël. Një prej tyre ishte edhe këtu në Vushtre. Fshatrat u vunën në rrethim, banorët u dëbuan me dhunë nga shtëpit. Në mbrëmjen e 2 majit 1999, forcat kriminale serbe filluan terrorin sistematik ndaj popullatës civile shqiptare, e cila po lëvizte aty në kolon nga fshati studime e poshtme në studime të epërme. Brenda 2 orësh, 116 shqiptarë u vronë mizorisht, burra, e gra, pleqe, fëmijë, jeni dëshmi e gjallë e forcës popullit tonë. U jemi mirënjohës juve që e mbani po ashtu gjallë kujtesën e luftës. Krimet kundër njerëzimit nuk parashkruhen, nuk harrohen, nuk falen, vetëm me drejtësi për viktimat dhe dënim për kriminalet, familjarët do të gjejnë prehje dhe paqja do të bëhet e qëndrueshme. Kryetari i Vushtrisë, Ferit Idrizi, tha se masakrën e 2 majit ka lënë gjurmë të mëdha të pashlyer, ndërsa kriminalet serb që kanë kryer këtë masakër ende nuk janë dënuar. Masakra e 2 majit e vitit 1999 ka lënë gjurmë të mëdha të pashlyeshme, që kur sot e asaj dite nuk u ndeshkuan masakruesit, kriminalet që e bën këtë. Të nderuar të pranishëm, sot kujtojmë me dhimbje, ndajmë dhimbjet me familjet. Por, pa këtë ditë, nuk do të ishte as kjo ditë me diell, nuk do të ishte as kjo liri të cilën e gëzojmë sot, ndaj se cilës kemi obligim të gjithë, që të ndërtojmë institucione, që të gjejmë rrugë të bashkohemi, që të gjejmë rrugë të krijojmë unitetin, sepse vetëm uniteti e ka shpëtuar këtë popull. Pa drejtësisht, mbahen dhe gjykohen krerët e ushtrisë lirimtare të Kosovës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, ata burra të cilët e drejtuan luftën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Vetëm ky shembull është një tregues i qartë se çfarë padrejtësie po i ndodh kësaj shoqërie këtij vendi. Në këtë akademi përkujtimore i pranishëm ishte edhe kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës Ramush Haradinaj, i cili tha se i paharuar është kujtimi për të gjithë rënët për liri. Edhe unë i bashkohem respektit për të rënët për liri, për martirt e studimesh që janë shumë, që janë gjitha moshave, dhe njëkohësisht solidarizohem me dhimbjen e juaj, po edhe me krenarinë e juaj. I paharuar kujtimi për të rënët për liri, këtu në studime e në gjithë vendit. Faleminderit. Sokol Gjata në emër të familjarëve kërkoi që amaneti i martirëve dhe të rënëve për liri të mos harrohet nga zyrtarët e shtetit. Kërkojmë në emër të familjarëve që amaneti i tyre të mos harrohet në përzyret e shtetit, ku shpeshherë apo ndonjëherë interesi personal po kalon mbi interesin e popullit. E dim që zhvillimi dhe jeta pas luftës nuk është e lehtë dhe zhvillimi i shtetit kërkon punë, vullnet, por mbi të gjitha, ne si familjar, shpeshherë në zyrat e shtetit tonë, nuk kemi has ndjeshmërinë dhe sinqeritetin e trajtimit nga pushtetarët të cilës do kohë qofshin ata. Fatkeqësisht, sot që po shënojmë 2 majin pas 26 vitesh, kemi një përçarje të thellë në mes spektrit politik dhe ajo çfarë ne kërkojmë si familjar, kërkojmë që ashtu siç ishin të unifikuar këtu të gjithë martirët, dëshmorët në vijat e frontit, të unifikohet spektri politik dhe të arrijnë që Kosovën ta shtyjnë përpara emanet që e kanë nga martirët, nga familjarët, nga dëshmorët e këtij vendi. 26 vite më parë, me 2 maj të vitit 1999, forcat serbe vranë dhe masakruar 116 civil të pafajshëm shqiptar. Këta të fundit u nxorën nga kolonat e njerëzve që kishin marrë rrugën për në Shqipëri. Dëshmitarët kishin deklaruar se 116 civilët u pushkatuan brenda 2 orëve. Deputetja e Partisë Demokratike të Kosovës, Blerta Deliu Kodra, ka drejtuar akuza të ashpërta ndaj qeverisë udhëhequr nga vetëvendosje, duke i quajtur ata regjim linçues dhe friksimi pas publikimit të raporteve të raporterëve pa kufi që renditi Kosova në vendin 99 për lirinë e shprehjes, pozita më e ulët në historinë e shtetit.
Në një konferencë për media të mbajtur të ejtën, Deliu Kodra tha se kjo rënje e Kosovës nga vendi i 56 që kishte në vitin 2023 në vendin e 99 në vitin 2025 është turprues, dramatik dhe alarmante, duke fajsuar drejt për drejt qeverinë Kurti për përkeçim të klimës lirive demokratike në vend. Të dhënat e publikuara sot nga reporteret pa kufi e rendisin Kosovën në vendin e 90 nga 180 shtete në botë për lirinë e shprehjes. Kjo dua të them që është rënditja më e ulët në historinë e Republikës së Kosovës. Një rënje turpshme, një rënje dramatike dhe alarmante. Nga vendi 56 në vitin 2023, në vendin e 75 në vitin 2024, për të përfunduar sot në vendin e 90. Dhe raporti nuk lë asnjë ndyshim të nderuar përfaqësues të medjave. Për këtë katandisje është përgjegjëse qeveria e lëvizjes vetëvendosje. Ata që erdhën në emër të ndryshimit po e katandisin Kosovën në vend të frikës dhe në vend të heshtjes. Këtë rënje e kemi ndjerë të gjithë. E kanë ndjerë gazetarët, cilët janë sulmuar vazhdimisht. E kanë përjetuar shtetarët të cilët janë linquar. E kanë përballuar aktivistët dhe profesionistët që janë shpifur publikisht, vetëm pse guxojnë të mendojnë ndryshe. Vetëvendosje ka ndërtuar një sistem linçimi dhe friksimi, sulme të koordinuara, sulme të orkestruara me një makineri propagande që targeton çdo zë kritik, veçanërisht zërat në rrjetet sociale. Prandaj Kosova sot nuk është vetëm viktim e ndonjë fati të keq, por është viktim e një pushteti të keq. Deputetja e PDK-s ngriti edhe një krahasim të drejtë për drejtë me Serbinë, duke theksuar se nëse Kosova renditet më keq se Serbia në lirinë e shprehjes. Dhe nëse dikur kemi qenë dakord për një gjë me Albin Kurtin, ka qenë kjo, që Aleksandar Vučić është autokrat, por sot kur Kosova fatkeqësisht renditet më keq se Serbia në lirinë e shprehjes, duhet të gjithë të pyesim me zë të lartë. Nëse liria e fjalës në Kosovë është më e kufizuar se në Serbi, atëherë çfarë i bie sot të jetë Albin Kurti? Kjo është pyetja që e sfidon ndërgjegjen e secilit qytetar në këtë vend. Kjo është pasqyra ku secili nga ne duhet ta shohë realitetin. Në fundit një pushtet që friksohet nga fjala është një pushtet që e di se nuk ka të drejtë. Dhe çdo pushtet që nuk ka të drejtë natyrisht që nuk ka as të ardhme. Ne jemi këtu për të thënë të vërtetën dhe do ta themi çdo ditë derisa e vërteta të bëhet pushtet, e fjala lirë të bëhet sërish themeli demokracisë, themeli Republikës. Në prag të 3 majit, ditës ndërkombëtare të lirisë së shtypit, Deliu Kodra ka shprehur mirënjohje për punën e gazetarëve, duke i quajtur ata mbrojtës të demokracisë, ndërsa paralajmëroi se koha e llogaridhënies po vjen. Nuk mund që për ego të një personit përveçëm Kosova të bllokohet tash sa kohë. Republika e Kosovës është më e madhe se emri i Albulina Haxhiut, se emri i Kurtit dhe se emri i secilit qytetar në këtë vend. Prandaj ne do të jemi nesër në seancë, qëndrimet tona janë publike. Do të veprojmë në formën e njëjtë, nuk do të mbështesim kandidaturën e zonjës Haxhiu dhe do të kërkojmë që një gjë e tillë të bëhet në bashkëpunim dhe marrëveshje me partitë politike në kuvendin e Republikës së Kosovës për të dalë nga ky ngër që po e them prapë që ka një emër, është ngër që krijuar nga Lëvizja Vetëvendosje, koalicioni Lëvizja Vetëvendosje Alternativa dhe Lista Guzor. Prandaj është gjithë ajo që ne kemi bërë subjekt politik, kemi dhënë gatishmërinë, kemi ofruar gatishmërinë tonë si subjekt politik për të provuar që tulemi e të kërkojmë zgjidhje se si mund të ofrojmë zgjidhjen tonë, se si mund dalim nga kjo situatë. Fatkeqësisht ka mungesë të vullnetit politik nga Albin Kurti dhe nga koalicioni i tij për të nxjerrë Kosovën nga situata në cilën gjendemi sot. Ndjekur nga Holanda, ndërsa më pas vinë Suedia, Finlanda, Danimarka dhe Irlanda, si vendet më të mbyllura dhe më të rrezikshme për gazetarët janë Afganistani, Irani, Siria, Kina, Korea e Veriut dhe Eritrea.